ta përfundoj. A është e drejtë kërkesa tyre që Rama duhet të rriqet dhe kanë të drejtë kërkon rregullat reja loje, kaq kam unë. Po kërkesa për ndërheqjen e Romës ekziston që 13 vite, apo? A kanë të drejtë. Për dikuj. Pra, kërkesa nuk është e re. Kërkesa është e grupit. S'më do të përgjigjem. Okej, jo, tash po të them. Pra, kur e kthej kryt mbrapa dhe them, okej, në të kalumen në kontinent evropian ose kudo, se unë vetëm po më intereson, domethënë pothuajse sociologjikisht çysh rikapitulohet kjo gjëja, sepse njerëz ka, energji ka, s'ka pas kur më shumë, ka rryma ndryshme, fraksione ndryshme, që nuk është ndonjë problem i madh. Çështja është e ka këtë shkurt. Atë Plumbi e ka një fragment shumë interesant, thot pasha në Shkodër kish pasur një elefant në për Shkodër. Edhe tha, u mbledhën shkodrant më shku mi thon pashës apo na hekit elefantin se po bën dëm në për Shkodër. U mbledhën një 20 shkodranë dhe po ngjitën kalas përpjet më shku mi thon pashës rrugës, ikën fillun mu friksu më shku deri te pasha. Ik një vetëm një shkodrani vetëm. Kur shkoi aty tha pasha, tha çka ke ardh? Tha elefantin që na ke bleti, që e ke qit për shkodran, tha ka mundësi me ble edhe një, bëni dy se u knaqëm me ta, se janë u friksu, kush ka me ka në e shkodrani, që ka mi shku e di Ramës dhe ka mi thonë, unë jam qëtu, se prej rrugës, kjo është një betej, e kemi pa në Serbi, po vazhdojnë, sepse unë e vetëm skepticizmi jam është, pra po thamë, si mënyrë organizimit, këta më shumë po eruj njëni tjetrin në protest, janë 4-5 fraksione, se sa që kanë në koncept qartë. Pra, e ka te i kalu si masmeje atë pikën e evoluimit, kur piqet gjëja, le të themi të shtunën, protest masive, ma modhja, jo në Shqipëri, në Balkan, s'ka pos protest më të modhe. Po tash, pas asaj qka? Pra, këto është qështja, une e kam vetëm një qështje, dhe thonë, qysh i lidhët koka kësoj gjëja, se Edi Rama nuk jep dërheqje. Tash, qka ndodhë po u bëhë dhunshme, sepse dhe kjo nuk prej ashtu. Dhe më thonë, kur më thot dikush që s'përdorët dhuna, dhuna dhe përdorët. Dhuna është mjeti i fundit që e përdorë, dikush ku ai pala tjetër nuk merr vesh. Tash po përdor dhuna, domethënë po jam syn institucioneve me dhuna dhe me nxjerr Ramën prej aty. Sa veta do të jenë shesh aty. Domethënë si do për mua vazhdon më kon e gjithë gjëja në javën e fundit, në ditët e fundit, më shumë frikë e protestës prej kristalizimit, prej dhënjes trup, pra, krijimit diçkaje, se sa insistimit ty në përmenejt në rrugë. Protesta ka ardhur duke u zvogluar apo duke u rritur? Java kaluar, gjatë ditëve të javës, ka qenë më vogël se sa java pararendse. Po vjen duke u zvogluar? Jo, nuk mundesh më thonë mu mi thonë këtë fjallë. Sot ka qenë më vogël se sa të hanën para dy. Jo se jemi live. Ka ndryshuar orari. Absolutisht më e madhe se sa e hëna javës kaluar. Ka ndryshuar orari dhe njerëzit po fillojnë po dalin pas orës. Shikoj sa. Kisha ke numrin. Oj, po, domethënë i shohim protestat me disa kanë qenë 10 ditë e para. 10 ditë e para, gjatë ditëve të javës ka qenë më masive. Shtunja ka qenë më masive se sa çdo shtunë tjetër. E kam tek insistimi Beratit që kërkon që aty dalë dikush që tjetër me platformë i artikuluar edhe Andit. Dhe po them që e rëndësishme është që ajo që unë e kam thënë dhe se kisha besu kur që nervi qytetarë Shqipëri është gjallë akoma, kjo protest ka bëjë gjë shumë madhe dhe po e bën çdo ditë. Po nxjerr njerëzit në rrugë, po dalin familjarët, njerëz që janë dhe në punë, njerëz që rrezikojnë dhe vend e punës si deri dje nuk mendohej. Kjo është fitore shumë e madhe për t'treguar që shoqëria shqiptare nuk ka vdekur. Kjo është fal protestës. Protesta nuk lidhet domosdoshmërisht si një duel me Edi Ramën. Ato kërkojnë ndërheqje. Numri vjen rritet. Pra unë nuk e shoh këtë që do lodhen ata. Unë do shoh këtë që mor vesh Shqipëri dhe gjithë botën, që në këtë vend është i sundimtar që popullin e vet e ka në rrugë. Fillon një presion sot, një presion nesër, pra Rama sot për mua shumë i dobët se sa ishte para